Ju përshëndesim miq. Sot do të marrim the verb to be, pra folja të jesh. Gjithashtu the verb to have ose foljen have, pra kam. Folja jam dhe folja kam. Shpesh duken si gjëra të thjeshta, por janë pikërisht këto folje ato që mund të themi ngatrohen më së shumti. Kështu që do të shohim, ti kuptojmë dhe ti qartësojmë para se të vazhdojmë me atë që e përmendëm në mësimin e parafundit, pra për ndërtimin e fjalive, për mënyrën se si ndërtojmë fjalit. Ti shohim me radhë këtë folje. Atëherë, para se të marrim foljet, unë do të doja që të merrnim fjalët e reja që ne do të hasim në këtë mësim. Dhe nuk janë shumë fjalë, sikurse shihen, do t'i marrim, t'i shqiptojmë, t'i përkthejmë dhe më pas të jemi të qetë dhe të dimë që jemi duke i kuptuar të gjitha fjalët të cilat janë të përmendura. Atëherë nisi me verb. Verb. Folje. Në herën e fundit ne bëm një mësim pra ku përmendëm edhe simbolet në anglisht. Pra ky simbol është tingulli ë. Verb. Verb. Folje. Kur marrim fjalët e reja apo kur lexojmë pjesë, do të ishte mirë që të lexonit me z të plot. To be. To be. Të jesh. Have. Have. Kam ose ke. Atëherë, ky simbol këtu është tingulli midis s dhe ës. Pra nuk themi as have as have, por have. Have. Kam. Good. Good. I mirë ose e mirë dhe është mbiemër. Tham që dy pikat simbolizojnë ose më saktë vendosen pas shkronjave shqiptimin e të cilës duam ta zgjasim. Pra ne duam të zgjasim shqiptimin e shkronjës u ose tingullit u. Pra nuk themi good, por good. Good. Person. Person. Person përkthehet person ose njeri. Pra person. Has. Has. Ka. Do ta shohim tek zgjedhimi, pra që përdoret për veten e tretë numër 1-s. Ai, ajo, ka. Vëmre edhe një herë, ky është simboli që mund të themi përfaqëson tingullin midis s dhe ës. Nuk themi as his as hers, por has. Has. Ka. Do. Do. Bëj. Por do është edhe folje gjysmëdimëse që do ta kuptojmë ose do ta shohim pak më vonë tek zgjedhimet që do të marrim. Don't. Don't. Atëherë këtu i kemi përkthyer dhe don't dhe doesn't, i kemi përkthyer mohuese. Pra mund të përkthehej nuk, por është diçka që le të themi që është mohuese dhe nuk ka një përkthim eksakt. Por mund të themi nuk. Pra do ta shohim në zgjedhimet e mëvonshme pra. I read, I don't read. Unë lexoj, unë nuk lexoj. Pra le ta konsiderojmë si mohuese, që të jemi më në brendësi dhe më të saktë. Dhe gjithashtu unë e kam dhënë më tepër don't dhe doesn't për shqiptimin më tepër. Ndërsa për sa i përket anës gramatikore, do ta kuptojmë pak më vonë. Pra dhe një herë. Don't. Don't. Mohuese. Doesn't. Doesn't. Edhe kjo është mohuese, por është për veten e tretë numri 1-s. House. House. Shtëpi. Friend.
friend. Përkthehet shok ose shoqe. Dakord, fjalët e reja për këtë mësim i morëm. Tani vazhdojmë dhe shpjegojmë atë që kishim në plan. Fillimisht do të nisim me zgjidhimin e foljes to be në të gjitha vetat. Por, këtu kemi 3 kolona dhe kolona e parë është forma pohore. Se si ne mund të ndërtojmë fjali të thjeshta në formën pohore. Në kolonën e dytë kemi formën mohore dhe në kolonën e tretë kemi formën pyetëse. Gjithmonë me foljen to be, me foljen të jesh. I am. I am. Unë jam. You are. You are. Ti je. He's. He's. Ai është. She's. She's. Ajo është. It is. It is. Ai ose ajo është. Pra, he, she dhe it tham që janë të 3 premra në vetën e tretë numër 1-s. Por he përdorej për gjinin mashkullore për vetën e tretë numër 1-s, vetëm për njerëzit. She përdorej për gjinin femërore për vetën e tretë numër 1-s, vetëm për njerëzit. Dhe it përdorej për sendet dhe për kafshët, pra çdo gjë tjetër që nuk është njeri. We are. We are. Ne jemi. You are. You are. Ju jeni. Edhe they are. They are. Ata, ato janë. Nëse nuk e keni ndjekur mësimin paraardhës, do t'ju këshilloja që ta ndiqnit. Nëse nuk e dini se si mund ta shihni, unë ju them që mjafton të lini komentin tuaj dhe unë ju sjell linkun që ta keni më të lehtë, sepse aty janë përkthyer, pra janë dhënë edhe shqiptimet edhe përkthimet e premrit vetor së bashku me foljen to be, pra me këto premra që jemi duke përmendur në këtë moment. Atëherë, nëse unë do të doja të ndërtoja një fjali të thjeshtë, a mundem me këtë kolonë të parë? Patjetër. Ne fare lehtë mund të ndërtoj fjali duke vendosur fjalë të reja pas, të tipit I am a teacher. I am a doctor. I am a nurse. Pra këto janë fjalë të reja që i morëm herën e kaluar. You are a teacher. You are a doctor. You are a nurse. He's a teacher. He's a doctor. He's a nurse. Pra pse po përmend të 3 këto shembuj? Pra mjafton që të vendosim një nyje edhe kundrinore në fund dhe fjalia është e saktë. Mirë, po ne duam që edhe ti mohojmë gjërat. I am, unë jam. Dhe si mund ta mohojmë neve dhe themi unë nuk jam? Këtë do ta shpjegojmë më gjerësisht tek llojet e fjalive, pra tek fjalia mohore numër 1 dhe tek fjalia pyetëse numër 1. Gjithsesi, sot jemi thjesht duke i mbajtur gjërat jo shumë të komplikuara, pra t'i mbajmë sa më thjesht. Si mund të them unë nuk jam? Për shembull, I am a doctor. Unë jam një doktor. Po nëse unë nuk jam një doktor, atëherë kaloj te kolona e dytë. Kolona e dytë është forma mohore. Pra, mënyra se si ne mund të mohojmë me foljen to be, pra me foljen të jesh. I am a doctor. I am not a doctor. You are a doctor. You are not a doctor. Pra, I am a doctor. Unë jam një doktor. I am not a doctor. Unë nuk jam një doktor. You are a doctor. Ti je një doktor. You are not a doctor. Ti nuk je një doktor. He is a doctor. Ai është një doktor. He is not
a doctor. Ai nuk është një doktor. She's a doctor. Ajo është një doktoresh. She's not a doctor. Ajo nuk është një doktoresh. It is a dog. Ai është një qen. It is not a dog. Ai nuk është një qen. We are friends. Ne jemi miq. We are not friends. Ne nuk jemi miq. You are friends. Ju jeni miq. You are not friends. Ju nuk jeni miq. Ose shok. They are friends. Ata janë shok. They are not friends. Ata nuk janë shok. Në C butëre, nga we, deri tek they, pra we, you, they, ne nuk përdorëm më nyjen e. Nuk tham, we are a. Pse? Sepse e përkthehej një. Dhe nyja e përdoret vetëm në rastin e vetave të para, pra në numrin njëjës. Ndërsa në numrin shumës, ne kalojmë në numrin shumës, pra emri kalon në numrin shumës dhe nuk e përdorim më nyjen e. Atëherë që ta kuptojmë, çfarë kemi bërë këtu? Ne në kolonën e dytë, në formën mohore, kemi mohuar duke përdorur mohuesen not pas foljes to be, pra në të gjitha vetat. I am not. Unë jam, unë nuk jam. You are not. Ti je, ti nuk je. He is not. Ai është, ai nuk është. She's, ajo është. She's not, ajo nuk është. It is, ai ose ajo është për sendet dhe për kafshët. It is not, ai ose ajo nuk është. We are, ne jemi. We are not, ne nuk jemi. You are, ju jeni. You are not, ju nuk jeni. They are, ata ose ato janë. They are not, ata ose ato nuk janë. Pra, si formohet forma mohore e rastit që do ta mësojmë më vonë ose do ta quajmë fjalia mohore numër 1, duke i vendosur mohuesen not pas foljes to be ose pas am, is ose are, pra në varësi të vetës. Është shumë e thjeshtë, pra miq, mjafton të vendosni një kundrinor pas ose një kallëzues emëror. Dhe ja ku mund bëjmë një shembull tjetër. I am happy today. Unë jam i lumtur sot. I am not happy today. Unë nuk jam i lumtur sot. She's my friend. Ajo është shoqja ime. She's not my friend. Ajo nuk është shoqja ime. We are Albanian. Ne jemi shqiptar. We are not English. Ne nuk jemi anglez. Këto pra janë disa shembuj që normalisht do t'i shohim akoma më gjerësisht në mësimin ku do të ndajmë, pra do të përsërisim mënyrën e ndërtimit të fjalisë pohore, mohore dhe pyetse. Pra, kolona e parë ishte mënyra se si ne zgjedhojmë në të gjitha vetat në formën pohore. Kolona e dytë ishte mënyra se si mohojmë në të gjitha vetat. Po kolona e tretë është mënyra se si pyesim. Ne mund të pyesim mjaft lehtë kur kemi foljen to be, foljen të jesh. Sepse ajo që do të bëjmë re është që thjesht ndryshojnë vendet. I am. Në formën pyetse, ne marrim foljen am dhe e dërgojmë para kryefjalës. Dhe del am I jam unë. I am, unë jam. E marrim foljen dhe e çojmë përpara kryefjalës. Dhe del fjalia am I jam unë. I am a doctor. Unë jam një doktor. Am I a doctor? A jam unë një doktor? You are. Ti je. Në pyetse, e marrim foljen are dhe e dërgojmë ose e çojmë para kryefjalës. Dhe bëhet are you? A je ti? You are a doctor.
ti je një doktor? Are you a doctor? A je ti një doktor? He's, ai është. E marrim foljen is, e çojmë para kryefjalës he. He's, ai është. Is he, a është ai? He's a doctor, ai është një doktor. Is he a doctor? A është ai një doktor? She's, ajo është. E marrim foljen is dhe e çojmë në krye të fjalisë, pra para kryefjalës, dhe bëhet is she, a është ajo? She's a doctor, ajo është një doktoresh. Is she a doctor? A është ajo një doktoresh? It is, ai ose ajo është, për sendet dhe për kafshët. E marrim foljen is dhe e çojmë përpara kryefjalës, dhe bëhet is it? Is it? A është ai ose ajo? It is a dog. Pyetse, is it a dog? A është ai një qen? We are, ne jemi. Në pyetse e marrim foljen are dhe e dërgojmë para kryefjalës, dhe bëhet are we? A jemi ne? We are friends. Ne jemi shok apo miq. Pyetse, are we friends? A jemi ne shok apo miq? You are, ju jeni, veta dy numri shumës. E marrim foljen are dhe e çojmë para kryefjalës, dhe bëhet are you? A jeni ju? You are friends. Ju jeni shok. Pyetse, are you friends? A jeni ju shok apo miq? They are, ata ose ato janë. E marrim foljen are dhe e çojmë para kryefjalës, dhe bëhet are they? A janë ata? They are friends. Ata janë miq. Pyetse, are they friends? A janë ata miq? Let mos harrojmë me atë që pyesim, me atë përgjigjemi. Am I a doctor? A jam unë një doktor? Yes, I am. No, I am not. Are you a doctor? Yes, you are. No, you aren't. Por këtu mund përgjigjemi dhe për veten tonë. Yes, I am. No, I am not. Is he a doctor? A është ai një doktor? Yes, he is. No, he isn't. Is she a doctor? Yes, she is. No, she isn't. Is it a dog? Yes, it is. No, it isn't. Are we friends? Are we friends? Yes, we are. No, we aren't. Are you friends? Yes, you are. No, you aren't. Are they friends? Yes, they are. No, they aren't. Atëherë, shohim disa shembuj. I am a good person. I am a good person. Unë jam një person i mirë ose një njeri i mirë. Vëmë re që kemi për emrin vetor I, foljen to be, dhe më pas nyjen e, sepse bëhet fjalë për numrin njëjës, veten e parë numri njëjës. Unë jam një person i mirë ose një njeri i mirë. Atëherë, good, tham që do të thotë i mirë ose e mirë, dhe good është mbiemër. Tani, mbiemrat në anglisht qëndrojnë gjithmonë para emrave, pra themi good person, nuk themi person good, si në shqip. Në shqip do t'ishte njeri i mirë, ndërsa në anglisht i bie sikur është e kundërta, pra good person. I am a good person. I am a good person. Unë jam një njeri i mirë. Po nëse unë dua të them, unë nuk jam një njeri i mirë. Atëherë, ne te kolona 2 tham, për ta mohuar, ne çfarë bëjmë? Vendosin mohuesen not, pas foljes to be, pas foljes am, is, are. I am, unë jam. I am not, unë nuk jam. I am a good person, unë jam një njeri i mirë. I am not a good person, unë nuk jam një njeri i mirë. I am a doctor. I am not a doctor. She is a good person. She is not a good person. Pra,
duhet t'i mësojmë mirë zgjedhimet në të treja format, pra pohore, mohore dhe pyetëse. Po nëse duhet pyes dhe të them që a jam unë një njeri i mirë, atëhere për këtë kishim kolonën e tretë dhe tham, ne mjafton që foljen to be ta nxjerrim në krye të fjalisë, pra am, is ose are. I am a good person, I am not a good person. Po në pyetëse, am I a good person? A jam unë një njeri i mirë? She is a good person, she is not a good person. Is she a good person? Pra dhe njëherë, si e ndërtojmë fjalin pyetëse, duke e marrë foljen to be dhe duke e nxjerrë në krye të fjalisë, pra para krye fjalës. Nga I am, but am I a good person? Tham, me atë që pyesim, me atë përgjigjemi. Am I a good person? A jam unë një njeri i mirë? Yes, I am. Po, unë jam. Ose, no, I am not. Pra tham që për detaje do t'i kuptojmë më mirë në mësimin pasardhës, ku do të shpjegojmë pra mënyrën se si ndërtohet fjalia pohore, dy fjalit mohore dhe dy fjalit pyetëse. Atëherë vazhdojmë me foljen tjetër, të cilën e përmendëm në fillim, pra folja kam. Atëherë ashtu sikurse e përmendëm në fillim, ne do të merrnim sot pra foljen to be, gjithashtu dhe foljen have, që është folja kam. Dhe kemi bërë zgjedhimet, ashtu sikurse i bëm dhe tek folja to be, kemi bërë zgjedhimet në kolonën e parë, pra në formën pohore, kemi bërë zgjedhimet në kolonën e dytë, në formën mohore, gjithashtu kemi bërë dhe zgjedhimet në kolonën e tretë, pra në formën pyetëse. Atëherë nisim nga fillimi. I have. I have. Un kam. You have. You have. Ti ke. Tani çfarë vëmre? Vëmre që veta e parë njëjës, e dytë njëjës, e parë shumës, e dytë shumës dhe veta e tretë shumës, i kemi shkruar me ngjyrë të verdhë, pra foljen have e kemi shkruar me ngjyrë të verdhë. Do të thotë që është e pandryshueshme. Por kur kalon në veten e tretë numër njëjës, pra tek he, she dhe it, folja have ndryshon. Prandaj e kemi shkruar dhe me ngjyrë tjetër. Pra dhe një herë, I have, un kam. You have, ti ke. He has, ai ka. She has, ajo ka. It has, ai ose ajo ka. We have, ne kemi. You have, ju keni. They have, ata ose ato kanë. Atëre, këtu ne kemi marrë foljen have si folje të plotë. Kur të përmendim llojet e fjalive, do të bëjmë dhe dallimin midis have dhe have got. Dhe shohim që gjërat ndryshojnë kur janë në mohore dhe në pyetëse. Por këtë gjë do ta kalojmë në një mësim tjetër që t'i mbajmë gjërat sa më të qarta, sa më të thjeshta. Kolona e parë është forma pohore. Pra këtu ne mund t'i shtojmë një kundrinor pas dhe kemi bërë një fjali të saktë. I have a dog. Un kam një qen. You have a cat. Ti ke një mace. He has a cat. Ai ka një mace. She has a cat. Ajo ka një mace. It has a toy. Po themi qeni ka një lodër. We have cats. Ne kemi mace. You have dogs. Ju keni qen. They have cats. Ata kanë mace. Është shumë e rëndësishme që ti fiksoni mirë premrat vetor sipas vetave. Ti mësoni dhe jo thjesht sipas radhës, por edhe të ngatruar. Pra, nëse unë duhet të them ata ato, atëherë duhet të di që është they. Nëse duhet të përmendim ne jemi apo ne kemi, we, ajo, she, ai, he, ai ose ajo për sendet dhe për kafshët, it. Mësojini mirë
për emrat vetor. Mësojini mirë zgjedhimet. I have, you have, he has, she has, it has. We have, you have, they have. Pra kjo ishte forma pohore. Po nëse unë dua ta mohoj dhe them unë nuk kam, në mësimin tjetër do ta kuptojmë që është fjalia mohore numër 2, po për momentin thjesht po e përmendim që I have mohohet duke vendosur mohuesin don't. Pra, I have a cat, unë kam një mace. I don't have a cat, unë nuk kam një mace. Dhe si e formuam këtë pra? Duke vendosur mohuesin don't pas kryefjalës I dhe para foljes së plot have. You have a dog, ti ke një qen. You don't have a dog, ti nuk ke një qen. You have a book, ti ke një libër. You don't have a book, ti nuk ke një libër. You have a friend, you don't have a friend. Pra ti ke një shok, ti nuk ke një shok. Tani çfarë vëmre që në veten e tretë numër 1-s nuk është më don't, por bëhet doesn't. Doesn't. Dhe këtë gjë do ta shpjegojmë më gjerësisht në mësimin tjetër kur do të përmendim pra llojet e fjalive. Dhe do të shohim që në veten e tretë numër 1-s gjithmonë ka ndryshime. Flasim për kohën e tashme. He has a dog. Ai ka një qen. He doesn't have a dog. Por pse në formën pohore folja have bëhet has, ndërsa në formën mohore folja nuk ndryshon, pra në të gjitha vetat. Dhe themi që kjo gjë ndodh për shkak se kalimin e vetës e bën folja gjysmëdimëse ose mohuesja doesn't në këtë rast. Dhe do të marrim një rregull ose një fjali sqaruese tek rregulli ku themi sa herë që fjalia ka do, does, don't, doesn't, did apo didn't, folja plot asnjëherë nuk ndryshon. Në rregull? Pra, he has a cat, ai ka një mace. He doesn't have a cat, ai nuk ka një mace. She has a cat, ajo ka një mace. She doesn't have a cat, ajo nuk ka një mace. It has, ajo se ajo ka. It doesn't have, ajo se ajo nuk ka. We have a house, ne kemi një shtëpi. We don't have a house, ne nuk kemi një shtëpi. You have a house, ju keni një shtëpi. You don't have a house, ju nuk keni një shtëpi. They have a house, ata kanë një shtëpi. They don't have a house, ata nuk kanë një shtëpi. Pra çfarë kuptuam në këtë rast? Që mënyra për ta mohuar foljen have është me don't, pas kryefjalës dhe para foljes have. Ne mjafton të vendosim një kundrinor këtu në fund dhe e kemi bërë fjalin të plot apo të sakt. I have a bag, unë kam një çantë. I don't have a bag, unë nuk kam një çantë. They have a car, ata kanë një makinë. They don't have a car, ata nuk kanë një makinë. He has a computer, ai ka një kompjuter. He doesn't have a computer, ai nuk ka një kompjuter. Pra miq, kjo është mënyra se si formohet forma mohore numër 2. Por mund të shtrohet pyetja. Po nëse unë e heq foljen have dhe vendos një folje tjetër, a ndryshon kjo pjesë këtu përpara? Në fakt nuk ndryshon. Dhe do ta shohim tek llojet e ndërtimit fjalive, pra tek fjalit mohore, tek fjalia pohore, dy mohore dhe dy pyetësit. Pra ja lëm mësimi tjetër të gjitha detajet e tjera. Atëherë shtrohet pyetja. Unë kam një libër, I have a book. Po nëse unë dua të pyes, a kam unë një libër? Pra I have a book, unë kam një libër. A kam unë një libër? Si mund pyesim? Dhe pikërisht duke i vendosur foljen gjysmëdimëse do në kryet fjalisë. I have a book.
unë kam një libër. Në pyetse, do I have a book? Do I have a book? A kam unë një libër? Atëre, çfarë është do në këtë rast? Do është folje gjysmëndihmëse. Dhe çfarë është folja gjysmëndihmëse? Folja gjysmëndihmëse është ajo folje e cila përdoret para foljes së plot dhe ndihmon kuptimin e foljes së plot. I have, un kam. Do I have, a kam un? You have, ti ke. Do you have, a ke ti? You have a book, ti ke një libër. Do you have a book, a ke ti një libër? Po në vetën e tretë, numër 1, çfarë ndodh? Vëmre që do bëhet does. He has a book. Ai ka një libër. Does he have a book? A ka ai një libër? She has a book. Ajo ka një libër. Does she have a book? A ka ajo një libër? It has a toy. Does it have a toy? Pra qeni ka një lodër. Në pyetse, a ka ai një lodër? Pra, sikurse e përmendëm, do në vetën e tretë numër 1 bëhet does. Do të shohim pra në vazhdim që në vetën e tretë numër 1 në kohën e tashme gjithmonë kemi mund të themi ndryshime. We have a house. Ne kemi një shtëpi. Në pyetse, do we have a house? A kemi në një shtëpi? You have a house. Ju keni një shtëpi. Në pyetse, do you have a house? A keni ju në shtëpi? They have a house. Ata kanë një shtëpi. Pyetse, do they have a house? A kanë ata një shtëpi? Dhe mund të them që me ata që pyesim, me atë përgjigjemi. He has a book. Does he have a book? Yes, he does. No, he doesn't. She has a book. Ajo ka një libër. Does she have a book? Yes, she does. No, she doesn't. Gjithsesi, këto gjëra ne do t'i shohim pra tek mënyra pra tek llojet e fjalive që do t'i shohim në detaje. Atëherë, marrim një shembull, shohim fjalin pra I have a friend. Un kam një shok ose një mik. Si mund ta mohoj? Nëse do të kishim foljen to be, pra am, is, are, ne do të përdorim not. Por, për foljen have, nuk përdorim not, përdorim don't. Arsyen do ta përmendim tek ndarja e fjalive. Pra, don't përdoret për çdo folje tjetër përveç am, is, are, pra përveç foljes to be, si edhe përveç foljeve gjysmëndimse. Por, për momentin, i mbajmë gjërat të thjeshta. Për am, is, are përdorim not dhe për foljen have përdorim don't. Ku e përdorim don't? Pas kryefjalës dhe para foljes have. I have, un kam. Po në mohore, I don't have, un nuk kam. I have a friend, un kam një shok. I don't have a friend, un nuk kam një shok. Po nëse dua të pyes, a kam unë një shok? Atëhere e formoj fjalin pyetse duke vendosur foljen gjysmëndimse do në kryet fjalisë. I have. Do I have? I have a friend. Do I have a friend? A kam unë një shok? Vëmre që pjesa tjetër e fjalisë nuk ka ndryshuar, pra është si forma pohore. Ajo që kemi shtuar është vetëm folja gjysmëndimse do në krye të fjalisë. Mirë po, nëse unë e kaloj në vetën e tretë numër 1, atëherë çfarë ndodh? Folja have ndryshon dhe bëhet has. I have a house. Un kam një shtëpi. Në vetën e tretë numër 1, he has a house. Ai ka një shtëpi. She has a house. Ajo ka një shtëpi. Po, nëse dua ta mohoj, atëherë duhet kemi parasysh që në vetën e tretë numër 1 don't bëhej doesn't. Por gjithashtu tham që sa herë që fjalia ka do, does, don't, doesn't, did apo didn't,
folja plot nuk ndryshon. Pra edhe pse është veta e tretë numër 1-s, ku tham që në pohore folja bëj has, pra have bëj has, por kur kemi pranin e foljeve gjysmëdhënëse, pra do, does, don't, doesn't, did apo didn't, folja plot nuk ndryshon. He has a house. Ai ka një shtëpi. Në mohore, he doesn't have a house. Ai nuk ka një shtëpi. Po në pyetse, si tham? Fjalia pyetse tham që formohet duke vendosur foljen gjysmëdhënëse do ose does në krye të fjalisë. He has a house. Pyetse, does he have a house? A ka ai një shtëpi? Por pse nuk ka ndryshuar have? Sepse është veta tretë numër 1-s. Pse nuk ndryshon have? Nuk ndryshon sepse tham që kur kemi pranin e do, does, don't, doesn't, did apo didn't, folja e plot nuk ndryshon. Dhe let mos harrojmë me atë që pyesim, me atë përgjigjemi. Does he have a house? Yes, he does, ose no, he doesn't. Por, e kemi përmendur shumë herë, por sërish do ta përmend edhe një herë të fundit, detajet do t'i marrim tek llojet e ndërtimit fjalive, pra tek fjalia pohore, mohore dhe pyetse. Sepse ai mësim është ai që bën dallimin, që bën ndarjen e çdo fjalie, pra që jep një strukturë të mirëfillt gjithçkaje. Pra miq, besoj që jemi duke i ridhën këto informacione për t'i dhënë një strukturë më të mirëfillt gjërave para se të nisim me metodën tjetër, pra që kemi përmendur në video. Shpresoj që gjërat qartësohen dal nga dal. Ju falenderoj për vëmendjen dhe për çdo pyetje mund të lini komentin tuaj poshtë videos dhe do të keni përgjigjen tuaj. Pra edhe një herë faleminderit dhe dëgjohemi në mësimin tjetër.